Po vazhdojnë shoqërojeni me Ekspresin, derisa ne rrjedhën e emisionit e vazhdojmë si zakonisht me bisedën e rezervuar për këtë edicion. Pa umbur kohë prezentojmë mysafirën tonë, sot kam kënaqësinë që ta mirëpres në studio poeten Donika Dabishevci, një herësh edhe drejtoresh e Festivalit Poetik të Prishtinës, i cili nga data 21 deri më 25 janar e shënon edhe edicionin e 4 të organizimit. Donika, kënaqësi që të kemi në Ekspres, faleminderit që pranove ftesën tonë. Faleminderit, kënaqësi për mua gjithashtu. Atëri tregova publikut pak a shumë që sot në këtë bisedë do të fokusohemi tek programi i këtij edicioni, pra edicionit të 4 të Festivalit Poetik të Prishtinës, por fillimisht na trego si keni shkuar me përgatitjet për këtë edicion, a është gjithçka gati për me i prit mysafirët, por gjithashtu edhe publikun? Po nesër në ora 17 në sallën e kuqe të Pallatit Rinis do të fillojmë edicionin e 4 të Festivalit Poetik të Prishtinës, që organizohet prej Portalit për Kulturë Observer Kult. Është viti 4 që organizojmë festivalin, nuk është më lehtë, po vjen gjithmonë të bo ma vështirë për shkak se janë rritë edhe ambicjet tona për me pasuru programin, për me bo çdo herë më përmbajtësor, me strukturu në mënyrë më interesante. Kësaj radhe, ditën e parë të festivalit ja kushtojmë tërësi letërsisë shqipe të Malit Zi, për ndryshim prej vitit kaluar kur e kemi pas letërsinë shqipe në Maqedoni. Kemi 10 poetë prej asaj treve, cilët do të kenë lexime poetike gjatë ditës së nesërme, po ashtu do të kemi edhe kumtesë shkencore rreth letërsisë së asaj treve, dhe do të fillojmë me një homazh poetik që do t'i kushtohet profesorit të Basri Qapriqi. Vërtet është e din të gjithë tashmë që ndjekin festivalin, që programi vetëse është postuar online, në mediat online, por gjithashtu unë do doja që sot ta shtjellojmë pak më në detaje, kështu që do të ndalemi nga dita e parë deri tek dita e fundit, pak për treguar se çfarë aktivitetesh do të mund të ndjekin të gjithë ata që duan të jenë pjesë e festivalit. Jeni kujdes që edhe këtë vetë të sjellin një program të pasur me shumë ngjarje. Po, fillimisht ta theksoj lokacionin, do me thonë dita e parë mbahet në Pallatin e Rinis, ndërsa ditë të tjera vazhdojnë në Termokes, gjithnjë prej orës 17. Dita e parë në program ka, si që theksova, letërsinë shqipe në Malit Zi, gjithë dita i kushtohet kësaj tematike, ndërsa ditë të tjera vazhdojnë me promovime librash, me diskutime, me dokumentuar, duke fillu prej ditës dytë, kur e kemi një debat tematik që i kushtohet letërsisë në raport me inteligjencën artificiale. Mysafir të cilët kemi studiuesen dhe përkthyesën Meliza Krasniqi, shkrimtarin dhe studiuesin Gzim Aliu dhe shkrimtarin dhe studiuesin po ashtu Ndue Ukaj. Vazhdojmë pastaj me promovimin e librit të Halil Matoshit. Është një libër i ri që sapo ka dalë nga shtypi, Letra nga Burgu dhe se të tjera, për cilin do të flasin publicisti Pal Shtufi dhe Driton Dragusha. Ditën tjetër e kemi një debat, në fakt e kemi një takim autorial me një autor që vjen nga Zvicra, është Arbëra Metaj, për të vazhduar me shfaqjen e një dokumentari tematik mbi jetën e ndërmjetës, quhet Ëndra e jetës. Producentin e të cilit e kemi po ashtu të ftuar është Dominik Uggjini, me cilin do të vazhdojmë një bisedë për jetën dhe krijimtarinë ndërmjetës. Tutje kemi takime autoriale me 3 autorë zgjedhur, bëhet fjala për poetin dhe botuesin Abdullah Zeneli, pastaj poetët Alfons Zelenlaj dhe Teuta Dhima, të cilat vinë nga Shqipëria. Dita pasuese, pra dita e 3 ose 4 të festivalit, vazhdojmë me një debat interesant, tematik mes 2 autoreve, është Majlinda Bregoasi dhe Mimoza Veliu. Do thot ato ndërmjet vete dialogojnë për punën, për krijimtarinë e tyre dhe për jetën mes kulturave të ndryshme, për shkak se që të dyja jetojnë në Migrem, në Kosovë, në Maqedoni, në Shqipëri, dhe si temë qendrore e bisedës tyre është multikulturaliteti. Tutje kemi po ashtu promovimin e librit të Imer Topanicës, kemi një lexim poetik prej autorëve të Brezit mesëm Vik Shpuza, pastaj Arbër Saliu, Lindita Dushku, dhe dita e fundit fillon me një bisedë me përkthyesin e letërsisë shqipe Robert Wilton. Është një përkthyes që ka bërë shumë për përkthimin
sidomos të poezisë shqipe. Vazhdon tutje po ashtu me një takim poetik me Ismail Sylën, me Vilson Qullajn dhe me Duart Frokajn dhe mbyllet me një lexim poetik të autorëve të ri, talenteve të reja, cilët janë edhe të rinë moshë edhe në krijimtari që nuk kanë botuar asnjë libër deri tashti, po e kanë atë entuziazmin dhe është një mundësi shumë e mirë për debutimin e tyre dhe shfaqjen e krijimtarisë tyre para publikut. Me të vërtet, të gjithë këta emra që i përmendet që ka edhe shumë të tjerë që do t'jenë pjesëmarrës, sepse janë diku nëse nuk gabojmë 55 pjesëmarrës në këtë edicion, të gjithë janë emra shumë qelluar dhe emra të njohur edhe për publikun, kështu që nuk dyshoj fare se do të zgjojnë interesim për t'i ndjekur. Por mua më intereson ta di Tonika, po besoj për ju është më rëndësi që në çdo edicion të sjellni ndonjë risi. Çfarë e karakterizon, do thoshe, si vjet festivalin poetik të Prishtinës? Si vjetë, si temë qendrore kemi letërsinë shqipe të Mualit Zi, që besojmë që do të ketë shumë interesim, duke cilësu gjithmonë si pjesë integrale të letërsisë shqipe. Mirë po, detyra e jonja ishte promovimi i autorëve dhe veprave të asajane. Në anën tjetër, besoj që edhe promovimet e librave do t'jenë interesante për shkak se janë libra të ri që sapo kanë dalë nga shtypi dhe edhe debatet kryesisht zgjojnë interesimin e publikut, për shkak se kemi gjithnjë interaktivitet, kemi gjithnjë pjesëmarrje dhe të publikut në diskutime dhe besojmë që është një program i pasur dhe i ndryshëm prej viteve të kaluara. Nuk mungon as muzika nëse nuk gabojmë, sepse nga edicionet e kaluara më kujtohet ai ambienti i ngrohtë me dritat jo shumë të ndezura dhe me muzikën në skemë. Besoj që gjithçka nga këto elemente të vogla që ju i keni menduar si organizatori bëjnë aktivitetet edhe më tërheqëse për publikun. Po, si që theksut edhe ju, kemi 55 pjesëmarrës gjatë 5 ditëve të festivalit, përveç poetëve, studiuesve, kritikëve, kemi edhe aktorë të ftuar, që do të lexojnë nga krijimtaria, sidomos e poetëve të ndjerë, dhe edhe muziciantë. Në ditën e parë të festivalit do të kemi Astrid Stafajn, Artan Recepin dhe Denik Prizrenin dhe besoj që do të mirë pritem prej publikut. Sigurisht. Po sa është sfiduese për ju si organizator që të sjellni në çdo edicion të festivalit një numër kaq të madh aktivitetesh? Është sfiduese, është e lodhshme, po megjithatë kemi filluar punën shumë herët në strukturim të përmbajtjes dhe në organizim të festivalit dhe mezi po presim ditën e nesërme që të nisim gjithçka në skenë. A do të ketë ndonjë të ftuar special si vjet, ndoshta veç që kemi përmendur, po nëse mundesh më na tregu edhe se si e vlerësoni bashkëpunimin me të gjithë pjesëmarrësit e festivalit, sepse në tërë vite keni sjell, keni kontaktuar dhe keni bashkëpunuar me persona të shquar. Ne jemi përqendru kryesisht në promovimin e letërsisë shqipe. Do të thotë asnjëherë nuk kemi dalë jashtë trevave ku flitet shqip, ku lexohet shqip. Kemi pas mysafirë edhe nga diaspora, për shembull, mirë po gjithnjë autor shqiptar. Vetëm përjashtime kemi bërë me përkthyesit e letërsisë shqipe. Do të thotë synimi i yni është promovimi i veprave të letërsisë shqipe, cilat mysafirët e cilëve do të thonë i trajtojmë gjithnjë si special të gjithë. Po, më intereson pak të di edhe për këta artistët, aktorët dhe muziciantët të cilët do të bëjmë pjesë e festivalit në këtë edicion. E dim që ata edhe janë të angazhuar me projektet e tyre, po se e presim ftesën për me ardhur dhe me lexu poezi në skenë? Është diçka interesante edhe për ta, është diçka komplet ndryshe nga ato ku zakonisht marrin pjesë për shembull shfaqje teatrale ose filmat, janë komplet ndryshe prej leximit poezive ose leximit ndonjë fragmenti në prozë ose për muziciantë, cilës për ndryshim prej atyre koncerteve me filharmoni, pjesëmarrja para një grupi poet është më intim, është komunikim më i afërt dhe gjithmonë e mirëpresin bashkëpunimin me ne. Është një përvojë në vete. Po, dhe më gëzon shumë fakti që ekziston, vazhdon të ekzistojë ky bashkëpunimi ndërmjet komunitetit artistik në vendin tonë. Po, është i fryrshëm dhe vazhdon gjithnjë. Mirë, a mundesh Donika, po të kthej pak prapa me na tregu pak se si lindi ideja për themelimin e një festivali të këtill të poezisë, edhe pastaj sa
ka arrit publiku që në këto 3 edicionet që i kene organizu, po edhe në këtë të 4-tin, që do të thotë të krijoj një lidhje me ngjarjen, me festivalin, edhe a ka Prishtina adhurues të poezisë mjaftueshëm? Poezia lexohet, pavarësisht prej asaj që e kemi si ide që librat e autorëve shqiptarë nuk lexohen, nuk shiten e tjera. Mirë po është një farë dallimi i madh mes leximit letra dhe leximit online. Leximi i poezisë sidomos vrehet që është i pashmangshëm, sidomos tek ne mediat kulturore dhe kemi menduar që kemi çfarë i ofrojmë publikut. Kemi publik për evente tilla, kemi provu fillimisht me Trinet festivalit, kemi vazhdu ashtu për 2 vite dhe tutje jemi zgjeru se kemi pa që programin mund të zgjerojmë ende ma shumë me përmbajtje të reja, me ide të reja, me tematika të reja dhe se ka publik të interesuar për ngjarje tilla kulturore. Kemi qenë të mirë pritun dhe besoj që dhe viteve tjera do të kemi çfarë të sjellim publikut gjana interesante. Patjetër, po a mendon se keni arritur ndoshta synimin të cilit ja kishit vënë vetes me këtë festival? Nuk e di për shkak se çdo vit po rriten edhe ambicjet tona, po përpiqemi që programin ta zgjerojmë tutje, po përpiqemi që ta bëjmë më interaktiv, më komunikues me publikun dhe edhe më të lezetshëm në mënyrë që me pas gjithmonë një farë emocioni që mund t'ja përçojmë atij. I tregove që përveç që ditës së parë të festivalit, hapjes që do të bëhet në Pallatin e Rinisë, në sallën e kuqe, ditë të tjera të festivalit mbahen në Termokis. Termokisin e dim që është më i frekuentuar nga gjeneratat e reja, po du me lidhë këtu pyetjen pikërisht me këtë, ndoshta keni ndonjë llogaritje apo ndonjë shifër me e vlerësu sa po kanë interesim gjeneratat e reja për artin e poezisë dhe artin letruar në përgjithësi? Është edicioni i 4 tashmë që gjithnjë i kemi prezent dhe autorët e rinj, kryesisht pra ata debutuesit dhe gjithmonë jetës e 20 prej tyre i kemi pjesëmarrës festival, kuptohet duke i selekcionu prej një numri shumë të madh, por ka interesim prej të rinjve që të shkruhet, ka interesim edhe që të lexojnë edhe të marrin pjesë në evente poetike e gjithashtu edhe që të lexojnë para të tjerëve, ta shfaqin atë talentin e tyre, atë ambicien e tyre. Dhe shumë interesante se edhe presin kritika, kanë qef të marrin kritika në mënyrë që t'ju shërbej pastaj në atë përsosjen profesionale të tyre. Tjetër, unë uroj shumë që gjithçka do t'ju shkojmë parë me festivalin, por me që të kam në studio, po e shfrytëzoj rastin këtu edhe për ndonjë pyetje personalisht për punën tuaj. E dim që gjatë 2025 keni botuar librin tuaj me poezi e gjithkohshmja ëndër. Sot na trego sa je e kënaqur me pyetjen që i bër këtij projekti. Është interesante për shkak se derisa e kom shkru këtë libër, unë jam njoft si poete e dashnisë, për shkak se librat edhe poezita më pashme gjitha kanë qenë lirika erotike dhe ka qenë një thymje për një hershme në krijimtarinë time, për shkak se libri e gjithkohshmja ëndër, po ashtu i kushtohet dashnisë, por në këtë rast dashnisë për jetën, edhe në ato qaset më të tërta, më të mëndzyrshme, edhe në kohë lufte pra. Libri është i perceptuar si homazh poetik për civilët e vrarë gjatë luftës dhe vlen theksohet që ka qenë i shpërblyer si libri më i mirë me poezi gjatë vitit 2025, i botuar pra gjatë atij viti. Ka pas rreth 12-13 promovime në qytete të ndryshme të Kosovës dhe në Shqipëri, po ashtu edhe në Maqedoni e Malzi. Është prit shumë mirë, është ribotu disa herë dhe tash për tash është libri më i dashtëm për mua. Vjen mirë shumë për këtë gjë, pa je duke punuar apo menduar për ndonjë libër gjatë 2026 ose jo? Po jam duke punuar një libër tjetër me poezi dhe gjithashtu edhe studime letruare, por një herë për një herë po merrem me festivale. Sigurisht, do shumë punë festivale. E dim që pothuajse një vit i tërë organizim për të sjell 5 ditë me ngjarje, por që po e them edhe një herë, uroj që gjithçka t'ju shkojë mirë dhe mbar dhe jo kujtojmë të gjithë shikuesve që do thotë festivali mbahet nga data 21 deri në 25 janar e për orën dhe gjithçka tjetër mund të informohen online. Faleminderit shumë Donik që gjete kohë për ne dhe shikuesit tanë. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Kënaqësia ime.